Plazhi i Durrësit vijon të jetë një destinacion i preferuar në çdo stin, duke ofruar qetësi, ushqim të mirë dhe argëtim në natyrë, për të nisur më pas me energji pozitive javën e gjatë që na pret përpara. E diela që lan pas gjallëroi plotësisht bregdetin e Durrësit, ku moti me diell dhe ingrot të roqi vizitorë të shumt. Ata e shfrytëzuan këtë ditë për shëtitje, biseda mes tyre dhe lojra buzdetit. Familje me fëmijë, çifte dhe grupe mish, përfshirë dhe turistë huaj, shijuan ajrin e freskët e atmosferën e paqë të valëve të Adriatikut, por dhe një kafe e një drekë të mirë. Por, pati dhe nga ata që shfrytëzuan rrezet e Marsit për të marrë mrekullinë që ofron dielli. Pushuesi ditor të riqe nga plazhi, ushqimi dhe restorantet. Për fëmijët plazhi mbetet një hapësirë për të luajtur, ndërsa për të rriturit një oazë qetësie. Për ventasit, ndryshimi që ka pësuar shëtitoria bregdetare është një mundësi më shumë për të kaluar fundjavat pranë bregut të detit. Kamera e Adrianet Televizion ka fokusuar disa nga momentet e plazhit nga ura e Dajlanit deri në Plepa.